Po Nuhi a.s. si njëri prej profetëve që historia e tij ndoshta është prej historive që goxha gjatë është përmend në Kur'an, është një model për besimtarët në përgjithësi e për hoxhallarët dhe thërsit në veçanti. Një model se si duhet punuar dhe se si nuk duhet dorëzuar pavarësisht sfidave, pavarësisht telasheve, pavarësisht rezultateve momentale që besimtari i pshe ose nuk i sheh, i prek ose nuk i prek. Subhanallah, 950 vite ka regjistruar Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an. Ka bo thirrje davet 1050 vjet, 950 vite vetëm thirrje, lejlen wa nahar, ditën, natën dhe ditën, publikisht dhe privatisht, pa ndal, asnjëherë, pa u lodh, përkundër presionit të madh, përkundër përgënjeshtrimit të madh, përkundër nënçmimit dhe përçmimit të madh në që ja bënin popullit i tij. Hoxhë nderuar, ne kanë ndoshta na rroka e plagështia sepse për një moment filonis ndëgjoj, ndoshta filonis s'po të përkra, ose ndoshta sot je hi imam, sot ke dëshirë me pas xhamin plot xhamat, përkundër që ndoshta kontributi është minimal ose puna shumë e vogël në krahasim ato që ti je duke kërku. Nuhi alayhi salatu wassalam. Po nuk kemi refuzime, nuk kemi ndoshta njerëz, ndoshta nuk na përkrahin, po kemi shumë pak që vinë na fyjin, ose s'kemi fare që na kundërshtojnë, na fyjin, na thonë jo s'kemi. Ka ndoshta në media të caktuara, njerëz të caktuar, çortë të caktuara që flasin, por në popull ne nuk i hasim. Ne në mejdan nuk i hasim, nuk i hasim. Përkundrazi, në çdo vend, ndoshta edhe ata që nuk janë shumë praktikant, madje ata që nuk janë fetar, gjejmë jashtëzakonisht një respekt dhe ka një përshtypje të mirë, për ne. Këto nuk e kishte Nuhi alayhi salatu wassalam. Nuhi kur threste popullin e tij prej mënyrave që donin me nënçmu dhe me refuzu, i futnin gishtat në vesh, e mbulonin kokën me këmishë ose me setër mirë, më thonë që unë ty as nuk dua as me ndëgju fjalën tonë. Megjithatë, formë madhe në nënçmimit. Gjithsesi, mirë po nuk unal absolutisht, nuk unal deri në momentin e fundit